Jo me analistin politik Basri Muja. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për mundësinë. Fillimisht do shta e komentojmë shkurt këtë çështjen e pagës, po am një punëtor që thotë që do të përfitoj, që është mirë, mund të jetë sfidë ndoshta te disa kompani, por megjithatë një vendim që në këto rritje të çmimeve që po ndodhin vazhdimisht, siç e përmendi edhe punëtori, sot kemi edhe rritje të çmimit të biletave, ndoshta është një ndihmë sado e vogël. Gjithsesi unë e përshëndes këtë rritje, druaj që nuk është e mjaftueshme, por se është më mirë pak se sa. Heq fatkeqësisht pas luftës në Kosovë është vendosur një sistem ekonomik i padrejtë, kemi një dallim të madh në mes një kategorie të vogël të njerëzve me masën e përgjithshme, posaçërisht një stres është shumë e rrezikuar. Dhe kjo rritje e çmimeve, ky inflacion i madh edhe për shkak të zhvillimeve ndërkombëtare, mendoj se e ka bë të paevitueshme një ndërhyrje dhe unë e përshëndes këtë ndërhyrje të qeverisë. Shpresoj që qeveria do të vazhdojë edhe me përkrahjen e kategorive tjera të rrezikuara, sepse thash edhe më herët, ne kemi trashëguar një sistem kapitalist neoliberal të egër i cili ka krijuar pabarazit më dhanë mes njerëzve. Sot, zotri Kurti tha që nuk do të humbasin kohë dhe posa të kemi certifikim, përfundim të afatit të ankesave. Kemi pasur, nëse mund të flasim pak fillimisht për ankesat, edhe ankesat që janë bërë në PZA, po që janë pranuar e që nuk janë pranuar, në krahasim me dhjetorin janë më pak, shohim që kanë qenë zgjedhje më të rregullta ndoshta se ato që i kishim në dhjetor. Po, reagimi i prokurorisë pas konstatimeve të shkeljeve në zgjedhjet e fundit, mendoj që ka krijuar një farë prevencione, nëse mund të them kështu, dhe duket që kësaj radhe komisionerët kanë qenë më të kujdesshëm. Por se mund të ndodhin edhe gabime dhe unë e kuptoj tazom edhe ankesën e zotit Haxhiu, i cili duket që i ka diku 100 vota më pak se sa kandidati tjetër dhe në një kur janë 200.000 vota ose 150.000 vota, disa i ka PDK-ja eksakt, mundësit për 100 vota plus minus janë të mëdha, sepse ne në fund jemi njerëz dhe mundem me gabu dhe mendoj që është mirë më numëruar, sepse më e rëndësishëm se sa data është besimi i elektoratit në rezultatet e votimit dhe nëse ka dikush me dyshje, mendoj që KQZ-ja do duhej që të përgjigjej në secilën ankesë. Pra, ne duhet jemi okej me numërimin, me certifikimin që ndoshta edhe nëse nuk bëhet shumë shpejt, megjithatë është më mirë të kemi garancë na që po thoni ju. Ajo është më e rëndësishmja, një muaj plus minus nuk është që luan rol, po më rëndësi është besimi në institucionin e zgjedhjeve, që është parimi bazik i demokracisë. Por, a do të mund të nisnin këto bisedime që po pritet të bëhet certifikimi para, apo mendoni që është më mirë që po presin partitë? Sigurisht që nuk ish prish punë me pas filluar dhe më herët, por se këto e determinon klime e keqe e raporteve ndërmjet partive dhe mendoj që ajo është edhe determinuese sepse nuk ka pas një ofrim. Në situatat kur partitë kanë raportet mira, kanë pritje për koalicione, zakonisht është e qartë paka shumë shpesh edhe para zgjedhjeve se kush me kë do të bëj koalicion. Nëse kemi këtë rast dhe prandaj partitë presin, dhe nuk e shoh tragjike këtë çështje, sepse nëse ka vullnet politik, ka kohë të mjaftueshme edhe legjidhenci ka parapo afat mjaftueshëm, kushtetuta ka parapo afate të mjaftueshme ku partitë nëse kanë vullnet mund të dakordohen për konsolidacione të mundshme qeverisë. Ne e shohim që me këta numra aktuale edhe pa certifikim, vetëvendosja nuk do ta ketë problem formimin e qeverisë, por ndoshta do ta kemi sërish problem presidentin, ju vetë thatë, po vrej ndoshta kjo që partitë nuk kanë shumë gardishmëri ose po presin të gjithë, natyrisht nuk kemi për ngut, këtu jemi ne dhe u mësua me këto proceset zgjedhore, por a do ta kemi sërish problem çështjen e presidentit apo po shkojmë drejt një zgjidhje? Fatkeqësisht debatet deri tashme të eksponentëve të partive caktuara nuk na japin shumë shpresë se do të kemi zgjidhje. Sepse e shoh si qasje të gabuar, posaçërisht qasjen e opozitës në raport me zgjedhjen e presidentit. Mendoj që çështjen e zgjedhjes së qeverisë dhe presidenti do të me nda, jo dy çështje të ndryshme. Edhe kushtetuta i ka parapasit ndame, edhe numrat janë ndryshëm,
ta zonë për zgjedhjen e qeverisë, nevojitet 50.1%, derisa për zgjedhjen e presidentit nevojitet 2/3. Dhe është e pamundshme gati edhe është mirë që asnjë parti s'mund të fitue 2/3 e votave, kështu që edhe intenca e kushtetuesbërësve ka qenë që përmes këtyre numrave të lartë çështjen e zgjedhjes së presidentit si një institucion më shumë monitorues, si një moderator, një garantues i unitetit politik popullor të vendit, kërkon shumicë të cilësuar, pra, në mënyrë që t'jetë përfaqësuesi gjitha bloqeve politike. Jo e një bloku politik. Dhe kjo ka qenë edhe ideja. Pra po thoni që nuk duhet të kemi president politik? Jo, ne duhet sparit kemi të zgjedhëm një qeveri, ashtu që si që parashit edhe me kushtetutë. Konstituohet kuvendi, zgjedhet qeveria, kërkohen 50.1%. Është ma mirë me pas ma shumë kur ka nevoj, me pas ma shumë shumicë, ma të madhe. Ta zonë, sepse tash pritet që lëvizja vetëvendosje bashkë me pakicat jo serbe do t'i ketë dikun 62-63 deputet, të cilët do të mjaftonin, por se është një shumicë kogja ngushtë. Me gjithësaj nuk është përcaktuese për sukses në një qeveri, ne kemi pas qeveri të cilat kanë funksionu mirë edhe me pak numra, po kemi pas qeveri me shumë numra të cilat nuk kanë funksionu mirë. Pra pres që do të kemi një qeveri dhe hapi i dytë pastaj është zgjedhja e presidentit. Në situatën çfarë e kemi tash, kur koalicioni qeverisës nuk i ka 2/3, atëherë kërkohet një kandidat konsensual. Dhe kandidati konsensual duhet me qenë një kandidat me ndojën apartijak, një kandidat që ka një profil kogja të veçantë, të pranueshëm, një profil të mirë institucional, publik, dhe i cili mbi të gjitha do të reflektonte përkrahjen e një numrit të madh të qytetarëve të Kosovës. Dhe mendoj që ne kemi njerëz tillë. Unë presë edhe në debate tjera vazhdimisht e kumë ftu edhe zgjedhjet e kalume zotin Kurti që ai të ofroj platformë për debat me partitë opozitare, të ullet metodë, të ndërton kritere se si duhet mu duk një president. Pastaj të kërkoj prej partive opozitare që ata të vinë me në bazë kritereve të hartuara, të vinë me propozime. Por kemi një propozim tashmë që është zotri Haradinaj që po përmendet, është përmendur nga kë, ju po thoni që natyrisht është më mirë të kemi një president të pranueshëm për të gjithë jo partijak. Zotri Haradinaj ka thënë që unë mund të dalë me një kundërshtar nga vetëvendosja dhe nëse ata fitojnë pastaj çështje tjetër. Kjo është një mundësi. Pra me garuar dy kandidat, dy partive, është një mundësi, po unë nuk mendoj që është zgjedhja më e mirë. Unë prapë mendoj që duhet kandidat apartijak. Sepse nëse shkohet në kandidat partijak, atër është e qartë kujna i takon. Nuk mund me i takon një partije me 6%, apo me 16%, apo me 20%, e mi muhu një partije me 27%. Pra nëse lëshojmë kandidat partijak, atër i takon partijës që ka mas shumë të numra. Por ata opozita thotë nuk mund t'i marrë 3 poste vetëvendosje. Por ne kemi dalë në zgjedhje, për shka kemi dalë në zgjedhje me 7 censur? Ne kemi dalë me votuar një partije cila mundet me nga qeverisë. Ne kemi vendosë, po kur flasë ne thëmë elektorati kosovar, kemi vendosë që kjo parti me qeverisë. Kjo nuk mundet vetën me zgjedhë presidentin, por se edhe ma pak mundet një parti me 6%, 16 apo 20%. Pra ndaj duhet gjitha mu ofrue edhe me gjithë një kandidat pranueshëm, ma partijak, por ata dhe angazhona. Mendoj që është mirë një kandidat partijak, sepse ne jemi një shoqëni e politizume, e polarizume, dhe një kandidat apartijak, i cili se ka një profilash, nuk duhet me qenë apolitik, po duhet me qenë një kandidat që ka një profil dopt partijak, që nuk ka lidhje të fort me një parti. Po mbi gjitha që është i pranueshëm për një mos, sepse ai mendoj që do të reflektonte edhe në shtensionimin e situatës në elektorat. A duhet të kthehemi te propozimet e vjetra që ishte familja Jashari që nuk pranuan, që ishte zonja Rushiti? Unë mendoj që gjithsesi duhet të kthehet te emra të tillë, tash s'po duhet mund dalë vetëm të ato, po Kosova ka plot emra të respektuar, mendoj që cilët kishin mujt me qenë president mirë. Zonja Rushiti, po mërej zot Jashari, sigurisht kishtë qenë kandidati me i pranuar, po ai kuptueshëm,
ai nuk ishte i gatshëm që të futet një gare të tillë, dhe sa zonën rushitjes, sado që ka një profil të mrekullueshëm, mendoj unë, partit edhe për shkak të kalkulimeve tyre nuk e pranuan. Ndoshta do ta pranojnë tash, po ata mundën më ardhë edhe me propozime tjera edhe me Kosovës m'ia ofruan një president mirë. Mendoj që partitë opozitare duhet me kuptue që opozita nuk bëhet në presidencë. Opozita bëhet në parlament. Nuk ka mundësi në mënyrë atë humbjen që kanë pësuar në zgjedhje, e s'munën me qenë pjesë e qeverisë me rimbursuar në presidencë. Fitoren që se kanë marë atë dite në kutitë e votimit me marë tash në tavolinë. Elektorati ja ka përcaktuar se cilës parti vendin. Opozita është shumë e rëndësishme, duke keq kuptuar. Opozita nuk duhet me qenë veç pazar për poste, po opozita duhet me kontrollue qeverinë. Nëse qeveria nuk kontrollohet, sigurisht që nuk do ta kemi edhe qeverisin e mirë. Prandaj duhet zori opozitar me qenë mirë i strukturuar, i bashkuar, me qenë aktiv, me ofru kauza, po jo me pas vazhdimisht mendje në mënyrë të ndarja nëse mund të them kështu e posteve qeveritare. Mes LDK-s dhe PDK-s, nga bisedimet që i patëm herën e kaluar, me kë mendoni që ne mund të kemi ndoshta një koalicion, një parafrim më të madh me vetëvendosin për çështjen e presidentin? Apo ju po shpresoni në atë që do duhet të ishte e mirë, të pranueshëm nga të gjithë, por e kuptoj edhe hezitimin e juve për shkak dështimit të zgjedhjes së presidentit edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit. Unë po du me besu në racionalitetin e klasës sonë politike, po du me besu që ata kanë marrë mesazhin prej zgjedhjeve të fundit, ku kishte një abstenim të madh të elektoratit kosovar, edhe si refleksion ndaj paaftësisë së kësaj strukture politike me i kriju institucionet, dhe ata do t'ulen edhe do t'a bojnë, do t'a gjejnë një zgjidhje të pranueshme, sepse zgjidhje ka të mjaftueshme, po shpresoj që ata do t'i kalojnë egot e tyre, do t'i kalojnë interesat e ngushta politiko-partijake dhe më në fund do të përcaktohen në të mirën e vendit dhe jo të interesat ngushta. Zgjedhjet nuk duhet të jenë zgjidhje. Zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por se nëse me gjithat partit vendosin që para interesave nacionale, të vendosin interesat personale, klanore, druaj që do të kemi prap zgjedhje, po pres në zgjedhje të tilla, në stil që elektorati do t'jetë edhe më i qartë ndaj partive bllokuese. Nëse i kthehemi verës së kaluar, ne patëm problem në çështjen e krye kuvendarit, por kjo pastaj në dhjetor ishte e lehtë. Besoj edhe tani nuk do të jetë ky problem pas certifikimit tek formimi i konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë. Mendoni që do të shkojë çdo gjë shumë shpejt, madje më duket në dhjetor gjitha u bën për një ditë. Po, unë mendoj që ka gjasa dhe kësaj radhe që kuvendi do të konstituohet të njëjtën ditë edhe qeveria do të zgjedhet të njëjtën ditë. Pas aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese të fundit verës të kaluame, mendoj që është e qartë tash procedura e konstituimit të kuvendit, nuk besoj që do të ketë shtyrje, kështu që pres që shpejt do të ketë konstituim të kuvendit edhe zgjedhjen e qeverisë, por se janë pastaj 60 ditë kohë. Dhe unë shpresoj që gjatë kësaj kohe qeveria bashkë pushtetin, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, bashkë me partitë opozitare, do të ulen edhe do të gjejnë një solucion i cili do të ishte pranueshëm, sepse nuk ka kuptim prej zgjedhjes në zgjedhje që 2 vite 4 parë zgjedhje, mendoj që kjo vetëse dëmton demokracinë e brisht që ne kemi. Faleminderit shumë zotri Muja, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Dhe në ndërkohë do të shohim një grafik ku i kemi çmimet e rritura të transportit publik që janë që nga sot e që ka dalur si njoftim nga trafiku urban, por kjo vlen edhe për linja tjera private, besoj regjia mund ta shfaq, pra ja ku është fotografia apo grafika me çmimet. Nëse keni kuletën digjitale, që është një aplikacion online, ju e paguani biletën më lirë, pra 60 cent në një drejtim, ka qenë 50 cent është bërë 60, pra rritet për 10 cent, por nëse paguani fizikisht me para në duar, nga 50 cent në një drejtim bëhet 80 cent, pra një rritje prej 30 centësh, e që natyrisht është gati 50% e çmimit sa ka qenë. Pastaj kemi biletën ditore, e cila me digitalen, pra me kuletën
monetën digitale bëhet 1 euro, ka qenë 80 cent, pra është rritur për 20 cent, ndërsa fizikisht me para cash bëhet 1 euro e 20 cent, pra është rritur për 40 cent. Pra kemi një rritje prej 30%.